Avokat, ka disa javë që në lindjen e mesme luftohet dhe zoti Rama vendosi që pas fillimit të luftës SBA Izrael me Iranin të shpallë Iranin është terrorist. Si gjykoni të vendim të zotit Rama? Njëherë Rama ka marrë një vendim të cilin do ta hedh në një letër dhe që ne shqiptarët do ta përdorim për në tualet, letër higjienike. Se s'ka asnjë vlerë vendimi i Edi Ramës. Kush e pyet Edi Ramën të marrë tilla vendimin? Edi Rama do që të duket që ja kam pjesë dhe unë, ndikoj dhe unë në politikën botërore. Kush e varë Edi Ramës? Ai do me pahir të duket, po s'ka, ka mbaruar. Amerikanët e kanë përzën, Gjermanët e përzun, ambasadori Gjermani tha, qoatë në para drejtësisë i tha balluken. Ky asnjë gjë s'bën në ato që thonë ata. Del tani dhe do na trego ka ky që Irani që ka shtet terrorist. Që terroristi kryesor është Izraeli dhe terroristi kryesor është ai që ata që thonë atyre rabinët e tyre i pretej përcjell dhe i kanë kryet qoshes. Pra ky është u shërben të tëra agjenturave anti-shqiptare, antidemokratike, anti-njerëzore. Tërë atyre sistemeve gjakatare. Ç'pun kam, pse do ta shpallim shtet terrorist në Iranin? Irani është në punë të tij. Nuk ka vajtur Irani në Izrael, zotëri. Vajtën avion të Izraelit e bombarduan në Iran. Nuk i vrau Irani banorët e Palestinës, djem, vajza, gra, fëmijë, të vegjël, pleq, i vrau ai Netanyahu, nuk i vrau Irani. Ç'pun ka me Iranin? Me i tha të Irani fitoi, edhe fiton, e do fitoi, ka marruar ajo punë. Është i fituar Irani. Që e fituar avokat kur qytetet janë rënuar nga Izraeli? Punë e madhe do ndërtohen prapë. Qa fitore është kjo? Po mirë, kur të vjen armiku në shtëpi, çfarë do bësh? Ja, kjo është. Izraeli e ke parë se s'ka ta ndisu. Se shikoni vetëm ç'thuhet për Iranin, po ç'thuhet. S'ka punë në Izrael. Jo, ka sa duash, merr shikoj se kanë rrjetet sociale që është bërë hi. Është bërë hi, po të them unë, sidomos në Jeruzalem, në Haifa, në këto, është bërë kërdia. Dhe nuk i thonë, merr shikoj lajmet, shikoj rrjetet sociale. Si që ka kështu, dëgjoni ju se sot Edi Rama dhe është e vërteta ashtu, se do që justifikoj. Mediat e huaja shikojnë? Po mediat e huaja patjetër që janë paguara të thonë ato që thonë le të mbulojnë. Izraeli të dënon të fut në burg, po edhe ka vënë censur, po nxorë video nga Izraeli. Di këtë gjë ti? E ka bërë me ligj. Pse nuk i lë gazetarët perëndimor të vend të filmojnë? S'ka. Pse Irani i lë? Ja të ka. Nuk ka që bën Irani, dore, harrojeni. Edhe vetë Amerika nuk e pushton dot Iranin, është e pamundur. Është territor shumë i madh, territor shumë i thyer, territor që po nuk shkeli këmbë ushtarit, nuk qenë një vend i humur që të ketë humur luftë nëse të jetë i pushtuar. Jo. Do shkel këmbë ushtarit. Dhe presidenti amerikan ka bërë gafti e zakonshme që sulmoi Iranin bashkë me Izraelin, e bëri Amerikën ushtar të Izraelit dhe i bëri djemtë edhe gratë edhe burrat edhe vajzat e fëmijët e Amerikës në shërbim të një kriminali si Netanyahu. Dhe ka gati 10-15 ditë ai presidenti amerikan që jep llogari para senatit për këtë luftë që ka filluar. Se është luftë e humbur. Dhe është gjak amerikan që delet kot së koti për interesat të Netanyahu që të shpëtoi një kriminal, një sadist siç është ai. Avokat, flitet ose më saktë Trump u ka kërkuar ndihmë shteteve të tjera të NATO-s lidhur me ngushticën e Hormuzit. Momentin që Trump ju kërkon ndihmë atyre për të ngushticë, a quhet sikur Trump nuk ka mundësi për ta kontrolluar këtë ngushticë? A duket sikur po dorëzohet ndaj Iranit apo është thjesht një taktikë e Trump? Jo, nuk është taktikë e Trumpit, po është fakt shumë domethënës që me Iranin ai ka davant humbur. Kryeministri spanjoll i tha, ne nuk kemi pse të bashkohemi me ty në luftë kundër Iranit. Presidenti francez po kështu. Dje edhe Anglia i ka thënë ne nuk marrim pjesë në fushatën tënde dhe në luftën tënde kundër Iranit.
evropianët janë rënjë të diplomacisë, o zotëri, edhe të politikës. Nuk do t'i mësojnë këta që janë 300 vjetë shtetë kanë. Kështu që ai Trumpi ka bërë një gomarllëk të jashtëzakonshëm që filloi luftën me Iranin. Ju vu në shërbim Izraelit, ju vu në shërbim jo Izraelit, sepse janë mbytur në gjak, jo pak djem, gra, vajza, burra izraelit, familje izraelite. Prej ati Netanyahut. Dëmët janë të jashtëzakonshme, leson se trajtojnë problemi sikur Izraeli ka sulmuar me raketa në Iran, edhe Irani është prishur shkatëruar dynjaja, ndërsa Izraeli është bache me lule. Jo, zotëri, jo, shikoni lajmet. Shikoni që bënë, nuk i shikoni që thotë, please, Iran, please, no worry, se u zdi anglisht. Po ato që ndjek, po deshe ti dëgjosh këtu, ti vë ti dëgjosh. Pra, pse nuk i thonë këto? Pse nuk thonë që ajo është një lufta me pa ndershme dhe me pa drejt që po bëhet? Është 80% e popullit amerikan që është kundër luftës. Se Amerikës me Izraelin, me Iranin. Atere, ç'ne kjo, po dëgjoj zotëri. Që të dy, si Netanyahu dhe Donald Trump janë ish pjesëmarrës të klubit të Epsteinit. Dhe duan të mbulojnë atë pislëk që kanë bërë dhe prandaj hapën luftë. Këto gjëra duhet i themi të dëgjojnë shqiptarët të mësojnë, ata që nuk i dinë. Dhe të kërkojnë në rrjetet sociale se do shikojnë çfarë është bërë në Izrael, që është vithisur gjithçka. Avokat, një ndër shtetet e cila ka dalë kundër Donald Trump ka qenë Spanjë. Po, kryeministri spanjoll i tha shqip, troç domethënë, jo shqip. I tha troç, zotëri, s'kemi pse të marrim të luftojmë ne me Iranin, se s'na ka bërë gjë Irani. Dhe Irani në nder të tjera të atyre udhëheqësve iranian, që ata i respektoj maksimalisht, thanë kështu, ne nuk do lejojmë të kalojnë në ngushticën e Hormuzit vetëm anijet e vendeve e armiqve tanë. Të tjerë do kalojnë lirshëm siç kanë kaluar. Më pasër dhe më qartë nuk ka ku shkon më njerëzore. Më njerëzore nuk ka ku vete. Është raportuar dhe shpeshherë Donald Trump ka theksuar se lideri i ri i Iranit, Mustafa Khamenei, pra djali i djali Khameneit, është vrarë, mund të jetë ekzekutuar ose është. S'është e vërtet. S'është e vërtet. Po kështu thanë dhe për Netanyahu. Këto dëgjoj, në kohë lufte gënjeshtrat janë sheshit, thoshit dikur. Kështu që gjithçka thuhet e bëhet, por ata e nxorën dhe atë udhëheqësin lartë iranian, djalin e Khamenei që zuri vendin e Tiatit, e nxorën që shëndosh e mirë, edhe Netanyahu tha më ka marrë mallet pi një kafe, tha. Ka që thjesht, këto janë gënjeshtrat në luftë. Por pamjet filmike nuk gënjejnë. Ato që i shikojmë me sy nuk gënjehen, nuk mund të na gënjejnë. Është raportuar në media perëndimore që djali i Khamenei e ka marrë Putin me avion personal privat, e ka çuar në Moskë, e ka është operuar atje, dhe pastaj është rikthyer në Iran pasi është plagosur në sulmet e para të Izraelit. Edhe kështu mund të jetë, se lufta e ka të tëra, Izraelitët i vran familjen atje, se thonë që shumë ekstremist, i vran familjen zotëri. Ai sikur ta vithis të tërë Izraelin, komplet ta shkatërroi në themel, mos me të gur mi gur, ai prap nuk shëmbet dhe nuk i deli nati. Megjithatë, unë pash në një video, pash presidentin Putin që puthi Kuranin. Dhe kjo është shumë domethënëse. Për mua është shumë domethënëse. U thot arabëve që unë jam me ju. Por ndërkohë ai nuk duhet të ndaloj furnizimet dhe mbështetjen e Iranit me armatim dhe me teknologji. Brëm në një nga intervistat që keni marrë ju, gazetarë shqiptar, nga një Eni Kokomani, që ndodhet në Iran, tha, kanë ardhur, tha, 40 avion kinez të gjeneratës 6, super modern, që krahasohen me Su-57 ruse. Pra, Irani, edhe sikur këta të mos e ndihmojnë,
fare, i ka të tëra kapacitete që të prodhojë armë sa të doj dhe të mos dhe si mbarojë, se ka rezervat e jashtëzakonshme. Është super shtetor zotëri, ka 2000 vjet perandori, 2500 vjet perandori. Nuk e rrëzon dot një qorrash si ai Netanyahu. Ata e kanë hyrë detit në këmbë, ndash Netanyahu, ndash presidenti amerikan. Mua më vjen keq që presidenti amerikan e fut Amerikën në këto lufta, në këto labirinte izraelite, kriminalet, naziste. Sa ishte nazist Netanyahu. Ata gëzojnë kur vrasin fëmijë. Ai ishte ata që ka ngrënë mish njeriu në Epstein. Ja ai Netanyahu. Si e keni parë sjelljen e perëndimorëve, po flas europianëve në këtë luftë? Ku pak e ku shumë, ata i kanë thënë Amerikës stop, se ne nuk jemi për këtë luftë. Dhe ne nuk të mbështesim këtu. Netanyahu deshe që ta bënte Donald Trump i deshe që ta bënte dhe luftë të NATO-s me fjalë, me trupat e NATO-s e tjera, jo thanë, europianët. Absolutisht jo. U futën njerë në një aventurë me Ukrajinën që kur të dalën andej. Jo më largë se dje, Putin filloi dhe bombardoi Kievin. Bombardoi Kievin që se kishë bërë denim sot, sepse e shikon që këta nuk heqën dorë nga agresioni tyre. Ore zotëri, me thënë të drejtën e Zotit, Ukrajina është një popull me rusët, është popull slav. Ukrajinasit janë slav, si të gjithë slavët e tjerë, janë vlezër. Ai arrini dhe mbron dhe mbështet sërbët e Ballkanit, se i quan pjesë të tij, mos jo e Ukrajina se që i ka atje. Dhe që i ka pasur brenda shtetit tij, brenda federatës tia. Megjithatë, lufta është çështje interesash. Lufta është tregti, lufta është i ka të tëra zezat brenda. Dash Zotit mos merren me neve. Po ky ashtu quajtur kryeministri i Shqipërisë, sa mendon se do ta shtyjë kështu, duke mbështetur krimin? I ka thënë, e ka pyetur veten, se shoh që nuk e ka pyetur veten. Se shqiptarët sado që durojnë, po do vi një moment që do t'i tregojnë vendin. Se ky nuk I mjafton grabitja dhe vjedhja dhe grabitja e çmendur që I bën pronave shqiptarëve dhe që u bën shqiptarëve për t'i detyruar tikin. Dhe ky zbaton pik për pik edhe presje për presje udhëzimit e rabinëve që fut, që duan të vinë të vendosen siç kanë pasur planin e vitit 1923, që të vendoseshin në Lushnjë dhe në Fier. Atë po zbaton. Do që tikin shqiptarët, të mos ketë prodhim shqiptar, të falimentojë Shqipëria, që të vinë ata këtu të zanë vendin. Si shikoni vazhdimin e kësaj lufte? Do të rriqen ata që kanë vajtur atë. Amerikanët do të rriqen njërë, mos ja të rrequr. Kanë mbaruar ajo punë. Nuk fiton me Iranin. Nuk fiton, nuk shkel dot. Po çfarë bën Irani kaq të fortë, kaq mistik si shtet? Nuk është puna se është mistik, është një popull që është I vendosur të mbrojë atë dheun e tij. Dhe dashuria për atë dheun të bën jo qen, po të bën përbindësh, të bën luan, të bën tigër. Dashuria për të mbrojtur atë dheun. E para. E dyta, ka një terren që nuk e shkel dot këmbë ushtarit, zotëri. Është I tërë terren malor. E treta, të gjithë industrinë e prodhimeve luftarake dhe ushtarake ai e ka nën tokë. I hodhen ato bombat që shkojnë deri 60 metra thellësi, po ato janë vetëm cimbisje, se ai industrinë e ka 600 metra nën tokë. Dhe e ka në përmale, nuk e gjejnë dot. Ai prodhon dronët në shtëpi atje, çdo familje prodhon 2, 3, 5, 10 dronë dhe I nisë dhe bombardon. Pra, është një shtet I konsoliduar, është një shtet që ka dhe industri dhe ekonomi të fuqishme. Ka ekonomi të fuqishme, vazhdojnë tregtia, vazhdojnë të vinë parat dhe mbështetja. Ka mbështetjen e Kinës dhe unë e shikoj jashtëzakonisht të fatkeqe këtë politikë që po ndjek Donald Trumpi në dëm të Amerikës.
se s'kishte pse të hynte atje. Nëse pas nesër Trumpi do ketë problem me Kinën për Tajvanin, sepse Kina sot që ndihmon Iranin e ndihmon me qëllim që Amerika të dobësohet dhe kur të vejni në Tajvan pastaj të mos ketë më fuqi të merret me Kinën. Nuk e di, këtë gjë e shikojmë ne që s'merremi me politikën botërore, se shikojnë strategët e Trumpit, se ka zëra që dhe ushtarak Amerikan, generali kanë thënë stop kësaj lufte. Jo, nuk na intereson ta bëjmë këtë. Ai ka vënë veton e tij si president, mirë, i paftajirin. Avokat, si është, po themi, ushtria e Iranit, pra është nga ato ushtri e cila ka më shumë ushtar, ka më shumë teknologji, apo ka më shumë strategji, pasur parasysh që iranianët janë pasardhës të persianëve dhe Persia ka qenë një prej, po themi, saktësisht, s'është pushtuar asnjëherë. Saktësisht siç e the, nuk e ka pushtuar dot kurkush, kurse pushtoi dot perandoria turke. Nuk pushtohet Irani. Ai është një popull që ka një lidhje të shkëlqyer, si them, një bashkëpunim të shkëlqyer të idealit kombëtar me besimin fetar. Dhe ata me një la ilaha illallah ata i vënë në luftë dhe nuk din të bëjnë mbrapa. Nuk pushtohet Irani. Ka industri, ka ekonomi, ka teren, ka dhe një udhëheqje politike ushtarake që është për vendin e tij. Janë vrarë disa general, çfarë nuk i kanë bërë Irani, çfarë si kanë vrarë, të tërë kanë vrarë, dhe Khamenei e vranë. Megjithatë ata nuk bën gjë tjetër me vrasjen e Khameneit, ajo që bumerang, u kthyen në të kundërt. U shkatërruan qytete të tëra izraelite, u bën hi, mbas vrasjes së Khameneit. Ditën që është vrarë Khamenei është bombarduar dhe kryeministria e izraelite, ndërtesa e kryeministrisë, prandaj tha që u vra ai Netanyahu. Ka asnjë njoftim, asnjë video, asnjë fakt publik që është bombarduar kryeministri i Izraelit dhe as mediat europiane, as mediat botërore nuk kanë një të dhënë. Merr ndiq Al Jazeera. Se i ketë Al Jazeera. Sa duash ke? Bombardime ka, por jo bombardime që është bombarduar kryeministria e. O zotëri, ne këto shikojmë në rrjetet sociale tani, unë jam atje. Ky Eni Kokomani, unë ta them me emër se ai dolin mediatona. Eni Kokomani tha që është bombarduar. Eni Kokomani thotë që aty janë bërë krime të llaktarshme, dëme të llaktarshme në Izrael, në qytetet e Izraelit, janë rrafshuar qytete të tëra. Këta se thonë, po dhe mos ta thonë. Ore rëndësi ka që ata e kanë marrë dërurin që duhet të mirën. Pa e thonë këta tanë edhe media evropiane, apo nuk e thonë, kjo pak rëndësi ka. Si shikoni pozicionimin e Turqisë në këtë luftë? Turqia ka një problem shumë delikat. Dhe patjetër që aty duhet të mendohet mirë, sepse Turqia ka bazën e Arçelik në Mosgaboj, quhet një bazë ushtarake amerikane, nga e cila nisen avion dhe nisen raketa kundër Iranit. Pra, në aspektin e komshiut, Iranit i shkojnë armë dhe bomba nga baza amerikane në Turqi. Dhe ato 3 raketa që janë nisur dhe i kanë dërguar në atë bazë, iranianët i kanë dërguar për të thënë që stop nga kjo bazë, të mos niset më armatim, të mos ta sulmoni këtej. Dhe amerikanët, për mendimin tim, nëse duan miqësi me Turqinë, duhet që Turqinë të mos e përziejnë në këtë luftë, se nuk mund të luftojë Turqia të mbrojë Izraelin. S'bëhet. Se janë armiq shekullor. Kështu që Turqia është në të drejtë të saj, po dhe Irani është në të drejtë të tij. Mos harroni që ne jemi në ligj, jemi gjene lufte me Greqinë, me ligj të vitit 1940. Pse? Grekët thonë, neve na sulmoi Shqipëria në 1940-ën. Ne ishim të sulmuar për vete, ne ishim të pushtuar nga Italia. Mirë, po aty do qefi ta quaj ashtu. Ndërsa në rastin konkret, Turqia nuk ishte pushtuar nga Amerika, por në një farmasi ajo baza pushtim është. Dhe nga ajo bazë shkojnë bombat dhe raketat që nisen dhe shkojnë
në Iran, bombardojnë. Po nuk mund të zhduke një popull 90 milion. Nuk bëhet. Dhe në këtë pikë, që të kthejmë tek marrëdhëniet Iran-Turqi, Turqia ka të drejtë dhe po dhe Irani ka të drejtë, kështu që fajtori në këtë mes janë amerikanët. Duhet që nga baza turke, që kanë baza amerikane që kanë në Turqi në Arçelik, Incirlik si quhet ajo, se atë ka dhe armë atomike në atë bazë. Amerikanët kanë armë bërthamore atje. Duhet që pa diskutim të largohen, ta përjashtojnë atë bazë nga lufta kundër Iranit. Shpresoj që shumë shpejt do ikin dhe vetë Amerikanët, do ta lënë atë luftë. Zoti Islami ka pasur një njoftim që Serbia ka marrë raketa supersonike nga Kina. Si shikoni këtë zhvillim? Sa të jetë Amerika në këmbë dhe të marrë 100 raketa, 1000 raketa, 5000 raketa, s'ka që bën. Ti marrë ti fusë në mbrapa ai Vučići, se nuk e hynë në punë. Një predh artillerie nuk e do të më në Kosova i. Dhe një predh artillerie do mendohet mirë po ta qëlloj. Jo më të dërgoj raketa. S'kam frikë në ajo punë. Dhe të marrë, dhe të armatoset, s'ka problem. Jo më pak armatoset Kroacia, që e kanë kufi, e ka brënda. Dhe ai e di mirë këtë punë, që Alianca Kosovë, Shqipëri, Kroaci e mbyt. Ta më mbyt. Nuk ka po plas një luftë botërore secili për veten është ky, s'është na mbro Amerika. Po lufta botërore, po tjetë që neve në një luftë botërore Amerika do na braktis, atëherë thuaj është varrosur Shqipëria përfundimisht dhe vatë mbaroi. Se ne s'kemi miq të tjerë. Ne nuk kemi miq të tjerë. Pra, natyrisht që po sulmoi Serbia, do t'i marrë raketat, herën e parë i mori në Beograd ato raketat amerikane. Po tani do t'i marrë në gjitha qytetet serbe. Dhe do t'a mendoj mirë atë punë. S'ka punë, se lufta botërore në Ballkan s'ka pse të vijë. Se s'ka arsye. Luftën e bëjnë të mëdhenjt. Po u bë luftë bërthamore, pastaj eku gjithë globi, hajt rrugë të marë. Avokat, luftën mëdhenjt e bën, po në tek të mëdhenjt përgjithsisht nuk është zhvilluar luftë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, deri tani s'është zhvilluar asnjë luftë. Po vazhdoi që thellohet ky sherrri në Iran, me vendet arabe, me Turqinë, rreth e rrotull, do zgjerohet, do shkoj te lufta botërore, se s'bën, do shkoj te përplasja e dy superfuqive, do hyj Kina në luftë. Se ju nuk e llogaristi fare Kinën. Zotëri, Kina është superfuqi. Dhe tashmë nuk është superfuqi se ka 1 miliard e gjysmë njerëz, jo. Është superfuqi sepse ka një teknologji moderne, super moderne. Dje kishin sjell, kishin çuar në oqean, një anije super moderne për përgjigje për gjithçka, për komandim raketash, për komunikim me satelitët e tjera. Dje. Po media shqiptare nuk i thot këto. Me rishikoj se i ke që i thonë mediat e huaja. Në një luftë Kinë-SBA, kush është më i fuqishëm? Në një luftë? Kinë-SBA. Shiko, po të bëhet jashtë territorit, jashtë terrenit të dy palëve, varet kush ka armët më të fuqishme. Po as Kina nuk shkon dot në Amerikë, ta pushtoj, as Amerikanë nuk vën dot në Kinë. Por ke parasysh që kemi të bëjmë një popullsi 1/4, 1/5. Se Amerika 300-400 milion janë, ata e 1 miliard e gjysmë. Sikur me not të nisen, vend deri atje. Amerika nuk guxon të sulmojë Kinën, që ti je i sigurt. Nuk do guxoj sepse ka humbje. Dhe po fitoj do jetë një fitore si e Pirrës. Ndërsa në këtë rast me Iranin Amerika ka gabuar. Për mua. Unë jam filo-amerikan, e din të tërë, shpresoj që Amerika të na ndihmoj, Amerika të mbështetë Shqipërisë, që ka mbështetur deri më sot, por gjithsesi dhe në Amerikë luajnë faktorë të ndryshëm. Se Amerika është një shtet konglomerat popujsh, nuk ka kombësi, nuk ka kombë, ka kombësi.
Zoti Islami duhet të kaloj te një temë tjetër, ka lidhje me disa motoristë të një prej kompanive në Shqipëri, Wolt Albania, të cilët kanë dalë në protestë duke kërkuar kushte më të mira pune, pasi kanë ardhur shumë indian në Shqipëri dhe kanë filluar punë me rrogë më të ulët si motorist aty. Ekonomi tregu është. Derisa i solli Edi Rama këtu, ata si ka sjell kot. Ata Edi Rama pratë pun i solli. Oligarkëve dhe menaxherëve dhe pronarëve të kësaj Woltit, që është kjo që më thua mua ti, kanë interes që të paguajnë më pak. Ata flën 5 veta në një dhomë, 8 veta në një dhomë. Ata s'kanë kërkesa. Ata si bagtivin e flën. Se ne i kemi parë në Greqi. Ata s'kanë kërkesa qytetare. Kështu që këtu e zeza u bës shqiptarve, e keqja u bës shqiptarve, tradhtia u bës shqiptarve dhe asnjë forcë politike nuk ngrihet kundër këtij krimi që po i bëhet punëtorit dhe qytetarit shqiptar. Ne jemi të tradhtuar në çdo kohë, në çdo drejtim, në të gjitha aspektet e jetës, jemi të tradhtuar, jemi të shitur. Ne nuk ekzistojmë, ne armë s'kemi, ne armatim s'kemi, ne ushtri s'kemi, ne s'kemi asgjë. Pra është bërë me kohë plani që Shqipëria të boshatiset. Dhe kanë bërë komunistët shqiptarë në pushtet nga 91-shi deri më sot. Se deri në 90-ën Shqipëria që e armatosur sa s'kish kur shkonte më, miza nuk hynte. Nga 90-a këtej, komunistët shqiptarë degeneruan, tradhtuan ideale dhe ato ideologjinë e tyre dhe u mbështetën vetëm tek përpoqjen dhe punuan për të mbajtur, për të vjedhur pronat e shqiptarëve, për të grabitur pronat dhe për të pasuruar. Për kaq punojnë. Nuk do t'i gëzojnë. Të jenë të sigurt. Nuk do t'i gëzojnë që kanë vjedhur. Do t'u merren një për një. Por ka shumë ankesa nga qytetarët lidhur me shërbimet që kanë Vodafone, Uani apo dhe bankat. Grabitje është, ja tek shkoj kinezi, shef kinezin, ja urdhëro. Ja urdhëro, pra të po flasim. Vjen këtu ai, pasha. Superfuqi është, ata kanë dërguar mira kinez këtu agent të tyre për të përgatitur, për të parë terrenin, për të njohur gjithçka. Kështu që ne jemi të mbaruar. Ndaj unë i bithiri Amerikës. Në na ke miq, jo, por në ke interes në Shqipëri, hajde na mbro në armatos. Dhe qëro këta bandit nga pushteti i Shqipëri. Se sa do t'a bëjnë se di. Keni shpresa që mund do? Kam një 30% shpresë. Ata falenderoj shumë për intervistë. Edhe unë falemnderit tyja.